إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmë udhëzim kërkojmë. Salavatet selamet qofshin mbi vulën e pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu subhanahu wa taala tha të vërtetën kur tha ejame ma'dudat. Kur e përshkruvi Ramazanin tha me të vërtet pra ditë të numruara. Ja pra ditëve i ardh afati dhe po kalojnë, dhe kështu është jeta e njeriut. Disa ditë dhe mbyllet kapitulli i njeriut. Të nderuar vëllezër dhe motra, muajin Ramazan i ka parapri muaji Shaban. Dhe siç e dini, në muajin Shaban Mejlisi i Bashkisë Islame ka organizu 10 ligjërata si parapërgatitje për muajin Ramazan. Pra, një muaj parapërgatitje dhe një muaj adhurim, namaz, agjërim, lexim Kuranit dhe kështu me radhë për një qëllim. Dhe ai qëllimi pra që duhet ne çdo kush me vetveten e vet të ndalet dhe të mendoj se a ka rrit qëllimin la'allakum tattaqun, pra që të bëheni më të devotshëm. Pra një muaj para përgatitje dhe një muaj punë adhurim për të vetmin qëllim që të bëhemi më të mirë. Pra la'allakum tattaqun, të bëheni më të mirë. Të bëheni më të mirë në raport me Allahun subhanahu wa taala, të bëheni më të mirë në raport me vetveten dhe të bëheni më të mirë në raport me njerëzit. Pra, devotshmëri të nderuar vëllezër do të thotë përmirësim i njeriut në raport me Allahun, në raport me veten dhe në raport me njerëzit. Nuk ka dyshim të nderuar vëllezër se ne gjithë jemi mëkatar dhe prej cilësive të njeriut të nderuar vëllezër është se njeriu në brendësinë e tij dëshiron që të justifikohet apo të arsyetohet. Dhe Allahu subhanahu wa taala kur e përshkruan njeriu thot balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Pra mundohet që të justifikohet. Rusula mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Allahu dërgoi pejgamber për të një vetmin arsye që njerëzit pra mos të kenë arsye. Dhe Ramazani të nderuar vëllezër përcjell mesazhe. Dhe prej mesazheve të cilët përcjell Ramazani të nderuar vëllezër dhe motra është se mundet pra njeriu. Njeriu mundet, pra nuk ka arsye para Allahut subhanahu wa taala. Ardhja juaj në këtë kohë, në 2 të natës, tregon se njeriu mundet. Pra, mësimin e parë të nderuar vëllezër që e përcjell Ramazani është se njeriu mundet dhe nuk ka arsye para Allahut subhanahu wa taala që t'i tregohet neglizhent ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Pra nëse mundesh t'i falësh 20 rekat teravih, mundesh edhe t'i falësh 2 rekat obligim pra sabah apo direkt ashtu me radhë. Nëse mundesh të qëndrosh dhe të jesh i privuar nga gjërat e lejuara siç është uji, pija, ushqimi dhe kështu me radhë, mundesh dhe të largohesh nga gjërat e ndaluara. Pra, mësimin e parë të nderuar vëllezër që e përcjell Ramazani është se njeriu mundet dhe nuk ka arsye para Allahut subhanahu wa taala dhe çdo kush pra le të nalet me vetveten e vet dhe të reflektoj. Mësim të dytë të nderuar vëllezër që përcjell Ramazani është në saktësinë e qasjeve ndaj argumenteve fetare. Kur hyn Ramazani, vijnë disa pyetje, sidomos kur është çështja e iftarit, kur është çështja e syfyrit dhe kështu me radhë, pa hy koha 1 minutë ka dhe 1 minutë duhet me prit, nëse ndalesh, pra a kam kohë dhe 1 minutë të bëj syfyr, a duhet, pra domethënë shikohet çështja me minuta.
Kjo të nderuar vëllezër, nuk duhet mu shiku çështja dhe kjo lloj preciziteti, nuk duhet njeriu të ndalet vetëm te çështja iftarit dhe syfyrit, por ky precizitet në raport me urdhrat dhe obligimet dhe ndalesat e Allahut subhanahu wa taala duhet të jetë gjatë gjithë jetës. Pra preciziteti karshi urdhrave dhe ndalesave të Allahut subhanahu wa taala duhet ta shoqërojë njeriu gjatë gjithë jetës, dhe jo të ndalet këtë precizitet ta shikojnë vetëm te çështja syfyrit dhe iftarit. Pra, kam mbet edhe 1 minutë, prit edhe 1 minutë, apo a kam kohë edhe 1 minutë. Pra, kjo është gjë e kërkuar dhe duhet dhe është obligative. Mirë po ky precizitet të nderuar vëllezër nuk duhet të ndalet, pra vetëm te kjo çështje, mirë po kjo duhet të zbërthehet në të gjithë polet e jetës së njeriu. Mesazh tjetër të nderuar vëllezër që përcjell Ramazani është se pra të gjithë në ditët e fundit e japin sadakatul fitri. Dhe sadakatul fitri të shumica njerëzve është një shumë simbolike prej 7 eurove dhe çdo kush e jep. Dhe është obligim dhe duhet të nxirret nga çdo musliman, qoftë mashkull, qoftë femër dhe kështu me radhë. Mirë po të nderuar vëllezër, a din kur e japim sadakatul fitrin, çka simbolizon sadakatul fitri? Sadakatul fitri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është pastërti për agjërusin dhe kënaqësi për Zotin subhanahu wa taala. Që do të thotë se sot njeriu më i mirë në rrezullin toksor, i cili pa marrë parasysh kush është, e ka obligim nxjerrjen e sadakatul fitrit. Kjo tregon se nuk ka njeri të përkryer. Dhe të gjithë jemi gabimtar dhe të gjithë jemi të mangët karshi Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo i hap derë çdo personit të cilit i ka humbur shpresat nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Pra ka njerëz të cilët i thret që të pendohen, në një farë mënyre i kanë humbur shpresat nga mëshira e Allahut duke i kujtuar gabimet të cilat i ka bërë. Sadakatul fitri të nderuar vëllezër simbolizon se nuk ka njeri të përkryer në këtë botë, të gjithë jemi mëkatar, të gjithë jemi gabimtar dhe dera e pendimit është e hapur për çdo kënd. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, verse jemi duke i ardhur fundit të këtij muaji. Mos tjetë që kemi marrë nga ky muaj vetëm pra etjen, urinë dhe kështu me radhë, por të mundohemi që me perëndimin e diellit të muajit të Shabanit të perëndojnë edhe mëkatet tona dhe të hyjmë në muajin Sheval të pastër nga mëkatet. Pra, çdo kush e din gjendjen e tij para Ramazanit. Gjendjen e tij në Ramazan dhe gjendjen e tij që do ta ketë pra me hymjen apo me kalimin e këtij muaji. Të ndalemi këtë ai njeri i cili nuk është fal. Shenjë që Allahu subhanahu wa taala e ka pranuar agjërimin tënd, nga ti kërkohet që të falesh. Ai i cili është fal, mirë po, ndoshta nuk ka dalë në xhami. Shenjë që ti e përmirësu të nderuar vëllezër dhe motra është se ti del në xhami. Pra, la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm thjesht të ngriteni nga një shkallë më lart në raport me veten, Allahun dhe me njerëzit. Ajo motër e cila është mbulu vetëm në Ramazan dhe kur ka në teravih dhe namaznate. Le ndalet me vetveten e vet dhe të reflektoj. Kjo mbulesë a do të jetë mbulesë momentale vetëm në Ramazan, apo kjo mbulesë do të jetë që do ta shoqëroj këtë motër deri në takimin me Allahun subhanahu wa taala. Pra të nderuar vëllezër, siç thash, 1 muaj para përgatitje dhe 1 muaj adhurim, lexim Kuranit, teravih, namaznate dhe shumë vepra të tjera, sadaka, vepra të mshefta dhe të hapta të cilat çdo kush i ka bë dhe çdo kush i din vepra që i ka bë, kush më shumë dhe kush më pak, të ndalet sonte dhe të mendoj me vetveten e vet dhe ta marr vetveten e vet në pyetje. Këto vepra që i kam bë, thjesht a kanë ndiku tek unë dhe ky ndikim me shkaktu ndryshimin dhe unë pra me qenë dhe me vazhdu në këtë ritëm edhe pas Ramazanit, apo thjesht unë me kaq e kam pas, i kam kryer disa gjëra të cilat unë i kam mendu se janë obligative dhe me kaq pra unë e vazhdoj ashtu siç janë para Ramazanit. Për një thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka prej njerëzve që prej agjërimit të tyre marrin vetëm urinë dhe pije. Mos të jemi të nderuar vëllezër nga kjo kategori.
Pra mos të jemi nga kjo kategori që agjërim, namaz, teravih dhe kështu me radhë, dhe ditën e Bajramit të kthehemi ashtu siç kemi hyrë. Sepse kjo tregon dhe vun një pikpyetje shumë të madhe, a është agjërimi jon i pranuar apo jo, sepse si thojnë dietarët, prej kushteve të pranimit të agjërimit është që të kthehesh më mirë se sa të cilën, apo në gjendje më të mirë se të cilën ke qenë. Çdo kush prej nesh e din vetveten e vet. Çdo kush prej nesh e din mëkatet e veta. Çdo kush prej nesh e din gjendjen e vet, atëherë të ndalet me vetveten e vet. Sonte të nderuar vëllezër dhe motra, është nata vendimtare për çdo kënd prej nesh se si do me vazhdu. Siç thash, nuk ka arsye me thënë nuk ka mundësi, sepse siç thash, agjërimi tregon se njeriu ka mundësi. Ke mundësi me lan ushqimin, ke mundësi me lan pijen, ke mundësi me fal 20 rekat teravih, ke mundësi me marrë 2 natës, ke shumë mundësi. Kjo tregon se nuk ke mundësi, mu tregu neglizhent ndaj obligimeve apo me tregu pra i pa kujdesshëm ndaj ndalesave të Allahut subhanahu wa taala. Për atë Allahu subhanahu wa taala e pruni Ramazanin mi tregu njerëzve se njeriu ka mundësi. Kur ke mundësi të privohesh nga gjërat e lejuara, më primare dhe më parsore është që të largohen nga gjërat e ndaluara dhe të krysh obligimet me kështu me radhë. Dhe për fund të nderuar vëllezër dhe motra, duke u nis nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ai i cili nuk i falenderon njerëzit, nuk e falenderon Allahun subhanahu wa taala. Shpresoj që, shfrytëzoj rastin që ta falenderojmë hoxhën e nderuar, hafizin e nderuar Alban Doli. Nuk ka dyshim se pa prezencën e tij nuk kishim pas mundësi të shoqërojmë apo të përjetojmë këto momente, këto çaste gjatë muajit të Ramazanit. Ishte ky hafiz, ky hoxh, i cili me zanin e tij, me sjelljen e tij, me moralin e tij, me edukatën e tij, i dha qytetit të Ulqinit një bukuri. E lutim Allahun subhanahu wa taala që çdo hap të cilin e ka bë dhe çdo vepër të cilin e ka dhënë që të jetë në peshorën e veprave të tija të mira. Po ashtu të nderuar vëllezër, shfrytëzoj rastin të i falenderoj çdo kënd të cilin ka kontribuar me çfarë do mënyre të cilin ka pas mundësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot xheneti innal janna aqrabu min ahadikum min sha'r na'lihi. Thot xheneti thot wan naru mithlu dhalik. Xheneti thot është më afër se sa lidhsa e kputucës nga njëri ndaj jush dhe zjarri po ashtu. Që do të thotë nderuar vëllezër, kur ulet njeriu me lidh kputucën, ajo lidhsa a ka diçka më afër se sa kjo lidhs, për njeriu nuk ka. Thot xheneti thot aqrabu, thot më është më afër min ahadikum min sha'r na'lihi, se sa kjo, që do të thot nuk ka, tek Allahu subhanahu wa taala nuk shikohet se sa është vepra e madhe, po shikohet se sa ti ke kontribu dhe ke pas mundësi dhe ke qenë i sinqert në kryerjen e një veprës. Për atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Mos e nënvlerësoni asnjë vepër të mirë që mundeni ta bëni. Për atë po themi, edhe një njeri që ndoshta e ka shërby një gotë ujë të nderuar vëllezër, ka mundësi kjo gotë ujë që ja ke shërby dikujt, ka mundësi që me këtë vepër ti me fitu xhenetin. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, mos e nënvlerësoni asnjë vepër të cilën mund ta bëni. E lutim Allahu subhanahu wa taala me na pranu agjërimin, me na pranu namazin, me na pranu të çdo vepër të cilën e kemi bë. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.